Almanaku On This Day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1605, u zbulua komploti i katolikëve britanik, të cilët synonin të vrisnin mbretin James I parë. 1914, Britania dhe Franca i shpallën luftë perandorisë osmane, menjëherë pas Rusisë. Gjithashtu britanikët aneksuan Çipron, ishull të cilin e administronin që prej vitit 1878. 1922, delegacioni i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë, në drejtimin e Ismet Pashës, u nis drejt Zvicrës për të marrë pjesë në konferencën e paqes së Lozanës. 1925, ekzekutohet në moshën 52 vjeçare një prej eksponentëve më të lartë të spionazhit britanik në Europë, Sidney Reilly. 1943, gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, ndodh bombardimi i Vatikanit në Rom. Rasti i parë ishte në mbrëmjen e 5 nëntorit 1943, kur një aeroplan aleat hodhi bomba në zonën jugperëndimore të Bazilikës së Shën Pjetrit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme por pa viktima, ndërsa bombardimi i dytë ndodhi një vit më pas. 1955, pasi u shkatrua në luftën e dytë botërore, opera shtetërore e rindërtuar e Vjenës rihapet me një shfaqje të Fidelius së Beethovenit. Sekretari amerikan i shtetit John Foster Dulles ishte i pranishëm. 1968, Richard Nixon zgjedhet si presidenti 37 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë zgjedhjeve presidenciale, ai do të triumfonte bindshëm ndaj rivalit të Partisë Demokratike, Hubert Humphrey. 1983, platforma naftë-nxjerrëse ujore Byford Dolphin shpërthen aksidentalisht duke lënë të vdekur 5 inxhinier dhe duke plagosur 3 të tjerë. Kjo do të ishte një nga tragjeditë më të rënda të ndodhura ndonjëherë në një platformë naftë-nxjerrëse ujore. 1986, u lejua rindërtimi i Patrikanës Ortodokse Fanariote të Stambollit, objektit historike të së cilës ishin jashtë përdorimit për shkak të zjarrit që shkëmboi në vitin 1941. 1991, një vërshim i madh i ujrave në Filipine u mori jetën rreth 7.000 personave. 2006, Saddam Hussein, presidenti i rrëzuar i Irakut, Barzan Ibrahim al-Tikriti dhe Awad Hamed al-Bandar u dënuan me vdekje për masakrimin e 148 shiitëve irakian në Dujail gjatë vitit 1982. 2006, u nda nga jeta në spitalin Gata të Ankaras, ish kryeministri i Turqisë Bülent Ecevit, i cili u bë i famshëm botërisht me operacionin e paqes në Çipro në vitin 1974.